Mjeshtri Agim Faja u përkujtua në 86 vjetorin e lindjes në ciklin e radhës Dialog me Ngjyra, që organizohet nga Qendra Kulturore Aleksandër Mojsiu në Durrës. Edhe tashmë që kanë kaluar 8 vjet nga vdekja e tij, Agim Faja vazhdon të jetë emblema e shijakut për njeriu në veçantë që ai ishte, si piktor dhe historian për gjurmët që ka lënë në fondin e Galerisë së Arteve. E kujtojmë sot për gjithë krijimtarinë që Agim Faja ka realizuar, por edhe si një ilustrator i revistës për fëmijë Fatosja Betarja. Kështu që jetë gjatë kujtimit të artistit Agim Faja. Me shumë emocion dhe krenari shpreh djali i tij Ardit Faja, për të cilin krijimtaria artistike e Agimit ka lënë shenjën e tij të veçantë që çdo pikturë të njihet thjesht nga penelatat e artistit të madh. Është një gjë tepër e veçantë, sepse këto janë autorë cilët kanë kontribuar me veprat e tyre në fondin e Galerisë së Arteve të Durrësit, por dhe për te, janë autorë cilët i përkasin kulturës dhe artit në mbar Shqipërinë, duke filluar një brez që nga profesor Gim Shami, Skënder Kokoboba dhe më të vjetrit, duke ardhur deri tek brezi më i ri. Natyrisht, pjesë e këtij brezi është dhe i madh, që sot ka një përvjetor. Është një krijimtari e pasur, është një autor tepër i veçantë që ka sjellë gjithmonë vepra autentike, mbështetur fort në folklorin dhe në zonën në cilën ai ka punuar dhe ka lumtuar gjatë gjithë jetës së tij. Krijimtaria e babit shtrihet në disa dekada, është marrë me ilustrimin, është marrë me pikturën, me fotografinë dhe ka krijuar gjininë e tij, ka lënë shenjën e tij që çdo pikturë njihet që nga penelatat e tij. Një gjë e rëndësishme dhe veçantë është ilustrimi abetarës, për cila ka ekzistuar për rreth 17 vite në sistemin shkollor. Gjitha flet për një punë shumë të madhe. Në mbi 50 vite karrierë artistike, Agim Faja ka hapur mbi 11 ekspozita, të cilat kanë shëtitur në qytete të ndryshme brenda dhe jashtë vendit. Punimet e tij janë ekspozuar në Egjipt, Kinë, Algjeri, Turqi, Rumani, Kosovë, Francë, Itali e Gjermani dhe një pjesë kanë mbetur atje në koleksionet private apo shtetërore.